Data është 4 nëntor, viti 2023. Helmetat mbrojtëse në kokë, buzëqeshje para kamerave, shiriti kuq që pritet solemnisht. Ishte pikërisht ky vend ku Albin Kurti, Ekuran Murati, Liburna Liu, Artani Rizvanolli e kryeshefi i Infrakosit, fiks para 2 vjetësh, do të përuronin këtë tunel dhe njoftonin rihapjen e linjës hekurudhore Hani Elezit Fushkosov. Natyrisht, për të mos funksionuar asnjë ditë, përveç kësaj dite, ku në vagon treni do të fotografohej kryeministri me ministrat e tij. Po të zgjaste pak më shumë atë ditë xhiroja e kryeministrit, do ta kuptonim qysh në krye të herës se trenit do t'i duhet goxha kohë për të ecur në këtë hekurudh. Ne po ja japim vëmendjen që e meriton. Ashtu siç po e shpejtojmë trenin, urojmë që ky projekt të shpejtoj rritjen dhe zhvillimin e Republikës. Treni u shpejtua e ju dha vëmendja, vetëm për ato orë të rezervuara për këtë ceremoni. Ballinat e mediave u mbushën me inaugurimin, i cili zgjati aq sa xhirimet e kamerave. Nuk vonoi që të gjitha faqet institucionale të jepej lajmi për këtë rihapje e funksionalizim tunelesh. Infrakosi po, Ministria e Ekonomisë po, e deri te zyra e kryeministrit. Por që nga data 4 nëntor 2023 e deri më sot, as edhe një tren i vetëm me udhëtar nuk ka qarkulluar në këtë linjë të rihapur. Mungon sinjalistika dhe elektrifikimi, ndërsa sipas informatave që disponojmë, as nuk është hapur tenderi për këto punime në linjë. Inaugurimi mediatik nuk u shndrua kurrë në funksional, sepse linja hekurudhore nuk është e përfunduar. Nuk ka qarkullim trenash, urat mbesin të parregulluara e tunelet e papërfunduara. Madje, për këtë segment konkret dhe për këto tunelet të inauguruara, edhe zyra kombëtare e auditimit ka konstatuar probleme serioze. Në raportin e publikuar në fund të vitit 2025, auditori thekston se pavarësisht rëndësisë së projektit, menaxhimi nga Infrakos, Ministria e Infrastrukturës dhe Ministria e Ekonomisë nuk ka arritur të sigurojë efikasitet në realizim. Sipas auditorit, komunikimi i dobët ndërmjet institucioneve, mungesa e ekspertizës dhe vendimarrja e vonuar kanë quar në vonesa të mëdha dhe tejkalim të buxhetit të planifikuar. Por më do me thënë se është një tjetër. Raporti i auditimit dëshmon se tunelat që u inaugurua në nëntor të 2023-s nuk ishin të përfunduara as deri në shtator të 2024-s. Madje, deri në atë periudhë, asnjëri nga 7 tunelet e këtij segmenti nuk ishte përmbyllur plotësisht, siç nuk janë përmbyllur as tash. Pra, u përuruan pa u përfunduar.